por unë nuk besoj që kjo është primarja, sepse nuk e inicioi zoti Rama këtë debat. Mirë po e vazhdon. Nuk ta kishte bërë një herë, thotë. Ai humori I pari me Ramën. Që ta themi se tani mos vinte një reagim dhe nuk humor me Ramën në mënyrë direkte, po kaloi te shqiptarët. Do merr sepse ai atë ka emigrantë, ai me atë merr pikë në Angli, me atë ushqeret ai. Mos reagonte. Është si puna e një kuçetre që ushqet me këtë gjë. Pra ai po çon emigrantët, fiton vota. Dhe po kërkoi regjia, ka dhe foto që kanë gjuajtur me qumësh, me kos, me një. Pra ka patur, ai ka situatat I ka dhe brenda vendit të tij. Pra problemet që është islamofobe këtë të gjitha. Çfarë do ta ftojmë të gjitha për dreka? Pse do ta ftojmë ne për dreka? Diskutimi është këtu. Do ja ndrojmë mendimin me një drek, me një gocë birë apo me një gocë verë, edhe me peshk të mirë. Deri në këtë pikë unë nuk shikoj asnjë gjë problematike. Të thuash të vërtetën për shqiptarët atje, ku është problemi? Dhe nuk është hera e parë që Rama është përfshirë në debate me politikanët e djathtë atje. Në fakt edhe opozitën e akuzon shpesh që mos ta shajmë Shqipërinë në gjuhë të huaj se do të vendin e kapak. Zgjedhjet kaluan, nuk ka ndonjë interes të madh për përfitimi politik. Okej, mirë, ndjeshmërinë kombëtare ama po e shfrytëzon. Zekti vetëm dy fjali se kam edhe Ervini që shkon vetë të majtëve dhe sidomos atyre vendeve europiane dhe zyrtarëve të BE-s që shiko, ky debat filloi për institucionet e BE-s dhe pastaj kaloi në elemente të tjera. Okej, Zekti? Do të thoya, shiko. Sigurisht që Rama këto gjëra ka bërë dhe herë tjera. Ndoshta jo me këtë lloj intensiteti, por ka bërë dhe herë tjera. Sepse Rama e di që këto vlen në kuptimin propagandistik. Tash Rama përpiqet të luajë politikanin që është I veçantë mbrojtës shqiptare dhe ka një kontribut botënor madje, merret me politikën e madhe të botës, pra ç'është ndaja migracioni botëror, majta e djathta, populizmi, nacionalizmi, pra hyn në këto debate ku diun, Ballkani, Europa, paqja në lindjen e mesme, ku doni juve. Por fakti që e ka bërë nuk do të thotë që është një gjë e mirë, por unë mendoj që politikanët, sidomos në vendin e, do të jenë modest, valla, nuk ka nevojë në vend sepse kur një politikan I vend si ne, I cili qeverisë të keq, ka probleme me rendin, me shkollën, me ushqimin, me spitalin, me të gjitha. Tani ti nuk rregullon këto, merresh me këto, nuk shkon kjo gjë domo, unë me te kam. Pra, pra përqendroje vëmendjen tek problemet që ne kemi këtu brenda, sepse shiko, ka gjë. Politikanët edhe kemi dy politikanë në Twitter ishte politikanë shumë mirë, më thënë drejtën. Nuk e zesh ndonjëherë Xhimi Madhe energjish. Reagimi në Twitter ishte politikanë. Nuk u lodh shumë thuat. Pak rreshta në Twitter. Janë natë ditë në kërkim të ruajtjes dhe fitimit të legitimitetit vet për të qëndruar në pushtet. Dhe një gjë për komunitetin shqiptar, se ju thatë I nxori në spotlight problemet. Po ka një gjë. Do ndryshonte Farage mendimin nëse Rama do bënte një reagim të përrufirë shumë shqiptarë atë burr, po s'është Se e ndryshon Farage mendimin se Rama reagoi kaq fort apo ka një probabilitet nëse ai vjen në Shqipëri, po pse jo? Diplomacia për këtë është. Një lëshje pipongu, një lë pipongu ndryshoi situatën me Kinën në vitet 70. Nuk është diplomaci, është propagandë, thot Zekti. Ervin, ta dëgjoj pak se si është pasqyruar në mediat ndërkombëtare britanike, ndjes. Kjo përplasje, ky debat mes kryeministrit ton dhe Farage atje, po dhe për komunitetin shqiptar. Po një pyetje kisha si fillim, Ervin, përpara se të kaloj te kjo pikë. Ti e ke intervistuar Farage. Më tepër ai mua dhe pastaj unë atë, domethënë. Si ishte si? Se nuk e dëgjova, si? Ai mua, në fillim ai mua dhe pastaj unë atë. Si të intervistoj? Për një tematik tjetër. Okej. Jo, them, doja të pyesja si të është dukur në intervistë. Pra, I kishte shqiptarët në spotlight, apo thjesht humor tani? Ka një shkëputje? Po, pra, nuk dëgjohet. Dëgjohen tani? Po, dëgjohesh, të dëgjoj. Unë të dëgjoj. Do më thonë, Farage është një tip shumë karizmatik. Farage përpara kamerave është Farage që ne njohim gjithë. Farage jashtë kamerave është një Farage, një gentleman anglez, një njeri shumë I artikuluar, një njeri që është shumë inteligjent, kërkon të di, këto që takon, kërkon të di se për shembull unë që isha nga Shqipëria, edhe më tregon një fakt tjetër që kishte qenë shumë afër për ta vizituar. Kishte qenë shumë afër për ta vizituar Shqipërinë, sepse kishte qenë në Malë të Zvi, por për çështje kohe dhe një thirrje tjetër që do shkonte diku në një vend tjetër, e anashkaloi vizitën në Shqipëri. Por nuk më tha fakt, do më thonë se të ku do shkonte, se ku do takonte, apo se si, por e kishte në plan për ta vizituar Shqipërinë ku ishte në Malë të Zvi. Okej, pra. Dhe më tregoi edhe për itinerarin, domethënë që do ndishte.
Çfarë itinerari do Që ndishte? ka pas plan për ta vizituar. Do vinte me jatë. Do vinte me jatë. Do vinte me jatë në Durrës, Farazh. Për të furnizuar. Interesant. Shumica e jahteve vjen për të furnizuar, ka të drejtë besa. Precizë për të shkarkuar. Jo. Kanë shkarkimin. Jo me jatin e tij, po me disa miq të tij, domethënë që kishte qenë në Malzi. Okej, po nuk të shfaqi pra, nuk të shfaqi ndonjë, po themi, racizëm ndaj shqiptarëve, apo jo? Jo, se dhe Krashi po thotë jo. Pra ana tjetër e Farazh ishte që është karizmatik për te asaj që ne shohim nga kamera dhe deklaratave të forta që ai bën. Unë herën e fundit ka shpenzuar pothuajse gati 1 orë gjysmë me Farazhin në një zyrë, domethënë kur po bënim një programacion. Dhe Farazhi është shumë elegant edhe në formën e shprehurit, shprehet shumë qartë. Domethënë nuk ka asnjë problematike kundrejt shqiptarëve në kontekstin racor. Ai ka gjithë problematikën që shpreh. Ervin, që nga si politikanët tanë dhe Farazh, ndryshe para kamerave dhe ndryshe mbrapa jashtë kamerave. Deklaratat e Farazh për Komitetin Shqiptar. Jo vetëm një moment sa shtoj diçka Besarci si të ty do visërish. Pra deklaratat e Farazh për Komitetin Shqiptar mund të jetë 1 ose 2 në gjithë historikun e tij politik. Okej, pra se ka me shqiptarë, nuk i ka objektiv. objektiv. Kjo nisi nga i provokim që vete Edi Rama thot skenare të errta angleze që duan bëjnë kampe në Shqipëri. Dhe ai thot, mos u bëj hipokrit zotri se e ke bërë një kamp. Se e ke bërë një herë me Italin. Dhe me qenë se s'do kamp, merr këta burgosurit, pra fillon nga i provokim. Ervin, të ty do vi. Kështë reagim? Ervin, ndjes, ne zgjasim aq shumë sa që realisht nuk ka kuptim. Nga 69 milion... Mire kam dhënë dhe titullin unë aty, debati i verës, po e zgjasim vetë. Shumë mirë ke bërë, po nuk të them titullin e ke shumë bukur. Po, ai po them unë është zgjatja e pa kuptim që bëhet. Nigel Farage, apo aq më pak Suelle Braverman, ku është sekretare shteti për punët e brendshme, ka i natë shqiptarët, merret me shqiptarët, nuk ka lidhje fare. Është fakt që sot krejt Europa perëndimore, përfshirë dhe Britaninë e Madhe patjetër, ka një problem shumë të madh me emigracionin.